Pesë studio ndërkombëtare që bashkëpunojnë me arkitekt lokal janë përzgjedhur mes 41 ekipesh që shprehen interes për cilësitë e tyre për kampusin universitar të Universitetit të Durrësit. Në konkursin ndërkombëtar të zhvilluar këtë të martë u prezantuan 5 projektet, nga ku do të zgjidhet dhe projekti që do të nisë të zbatohet brenda këtij viti. Një nga kërkesat e protestës 8 viteve më parë të studentëve ishte dhe ajo për të zgjidhur çështjen e strehimit, duke ndërtuar kampuse universitare. E si reflektim për këtë kërkesë, kryeministri Edi Rama thotë se është menduar dhe investimi për kampusin e ri universitar Aleksandër Mojsiu në Durrës. Krijimi i një zone rezidenciale për studentët bën të mundur që studentët mund të kenë një strehim shumë më të arsyeshëm, por nga ana tjetër që të socializohen. Protesta e vitit 2018 u nis nga studentët e Universitetit të Tiranës që ende nuk e kanë kampusin e tyre, por që kryeministri shpjegon përsen dhe projektet për zhvillimin e pritshëm. Jemi edhe në një proces të harmonizimit të nevojave dhe të adresimit tyre mes Kolegjit të Europës edhe Universitetit Tiranës. Edi Rama shprehu krenarinë e tij se ka krijuar një universitet de facto me afrimin e arkitektëve dhe studiove prestigjioze ndërkombëtare me studiot lokale dhe arkitektët e rinj shqiptar. Dhe një pjesë e tyre sipas Ramës po bëjnë punë të papaguara në Shqipëri kur i kërkohet kontributi tyre në projekte publike. Të njëjtën gjë Edi Rama tha se do të bëjnë dhe 5 studio finaliste, duke dhënë ide për zhvillimin e zonës lidhëse mes universitetit dhe qytetit të Durrësit.